Jetlira Foniqi përcillet në banesën e fundit në Malishev. Jetlira Foniqi është varrosur ditën e sotme në varrezat e lagjes Foniqi. Familjarët e të ndjerës kanë bërë publik njoftimin lidhur me ceremoninë e varrimit. Eria ishte në javën e 34 të shtatzanisë, sipas prokurorisë. Për vrasjen e saj dyshohet bashkëshorti i saj, 26 vjeçari Ekzom Bytyqi. Policia ka raportuar se çifti është gjetur i plagosur në dhomën e gjumit në Malishev. Edhe i dyshuari ka pësuar plag, ndërsa QKK ka njoftuar se i ndodhet në gjendje të rëndë.